ke qenë si gocë shumë kur ke qenë e vogël, se dhe nuk lidhet imazhi, tani dukesh shumë e Unë mendoj që ka ndodhur dhe krejt e kundërta. Nuk dua ta dramatizoj këtë pjesën e bullizmit, se gjithë kanë pas një moment bullizmi në jetë, por ajo, si fëmijë, unë kam qenë shumë fëmijë i butë. Kisha qef të vishesha bukur, të kujdesesha. Mirë po, ndodhi kjo gjëja në një moshë shumë të vogël që u bullizoja nga kjo gjë. Pra ndodhi bullizmi nga kjo gjë, nga mënyra se si unë... Po, edhe sikur ma pren pak atë dëshirën për të qenë gocë e bukur, e këndshme, edhe më detyruan që të kthehem në një pak më e ftohtë. Edhe ky tranzicion ka ndodhur fiks në gjimnaz dhe mendoj që këtë do më kuptojnë shumë njerëz. Kalimi nga 9 vjeçare në gjimnaz është një moment që ti zgjedh të bësh, ose nëse ke këto probleme, flasim, ose nëse ke dëshirën, se ndoshta si ndodh gjithëve. Ky kalim në gjimnaz është gjithmonë do ndryshoj, do bëhem më mirë, do bëhem më e fortë, sepse ndron komplet ambient nga ajo që ke kaluar 9 vite deri tani 9 vjeçare. Edhe këtë bëra dhe unë. Në gjimnaz vazhdova pjesën e palestrës më shumë, se palestra nisa që në klasë të 8 e vogël. Atëherë kur s'më lejoi fare që të bëja. Po. Edhe s'të lejoi, po prape bëre pra... Nuk më lejoi, unë nisa për not, isha mosha. Është mosha, ç'është mosha. Dhe atëherë nuk ka pasur kaq shumë njohuri mbi fitnessin në Shqipëri në atë periudhë. Edhe sidomos edhe për femrat ishte tabu të bënin palestër në atë periudhë. Dhe unë nisa për not, në fakt, pash palestrë më pëlqeu, ju luta mamit, luta më fut, pa du palestër. Dhe vetëm gjë që bëj ishte pistë edhe ushtrim me barku. Nuk më bënte asgjë tjetër.